Tash si po ndjehesh? Nuk e di, syrin e majt e kam pak si nuk po e kuptoj. Nuk po e kupton Nuk po e kuptoj. pjesë qartësi, Po, ne? më duket sikur diçka po më pengon. Sikur nuk e di. Nuk di ta them, edhe si të ftohtë. Ke të ftohtë. Po, pak si Do të të thonë, ftohtë. ajo pjesa tek syri tek ti ka sinjale. Po. Që ti, do të thonë, i ke brenda vetes dhe nuk po arrin dot të koncentrosh ti thuash. Edhe ti kuptoj. Edhe ti kuptosh, po ti po mendon që ka ndërhyke identiteti jo dhe te pjesa e gjithë trupit, të çdo gjë e trupit, të qenia jote. Domethënë e shikoj që ti thua që ajo vendos tek mua. Po, është e vërtetë. Vendos kode, lëvizje tek ti. Është e vërtetë. Çfarë ndjen për shkak si vendoset? Nuk e di. Më thuaj pjesën. Unë ndjej pak a shumë momentin që ajo merret me mua, sepse mos e kaloj në gjendje gjumi, ose diçka më bllokohet, ose trupi im është i dërmuar, i sakatuar. I dërmuar, nuk je vetvetja? Bravo, nuk e ndjej më veten time ashtu siç jam para një javë ose 2 javësh. Po. Dhe kjo gjë të bën që më thon ke pak frikë, të duket sikur të frikë edhe kam, po më tepër se frika e kam kaluar të pjesën, e ke parasysh? Po ti ke kaluar në një dimension më lart se sa frika. Po dakord, pra dhe unë kam thënë në vetveten time sepse unë aty që kalova para 5-6 muajsh, po, gati isha më mirë mos jetoja, kupton? Po. Dhe kisha një bllokim në gjoks që vetëm shpirti dhe Zoti ma di se si e kam përjetuar dhe se si më ka dalë ai gjendje. Tash unë shikoj tek ajo që ka përdorur, domethënë, ka përdorur identitetin tënd me hipnoza të domethënë shumë të zotruara. Është vërtet. Po, edhe të ka vjedh gjithçka nga ty. Është shumë e vërtetë. Ka vjedh gjithçka, çfarë ke ti brenda vetes. Domethënë kjo është e vërtetë që ndikohet tek ti. Kjo është shumë e vërtetë, nuk kam çfarë të them. Po ndjet e syrin tani që po më pastrohet. Domethënë ti e ndjen lëvizjet e mia që un po të përçoj në gjithë pjesët e trupit. Dhe më tepër tash jemi te pjesa e aurës, te ballit, te çakra, te syri i tretë, që ti tash të ndjesh sinjale. Unë them që ti do ndjesh sinjale tash, këtë lloj sinjale që ti do ndjesh në këtë minutë do të bëjë që ti të vërtetosh diçka që ke brenda vetes, dhe çfarë po të ndodh. Tash për 2 minuta ti do ndjesh atë lloj sinjale. Tash do numërojmë 2 minuta që ti do ndjesh sinjalin, çfarë sinjale do vi drejt teje në mendime dhe do e thuar sinjalin që ti të vjen. Kjo gjë do ndodhi tash. Sepse je prerë dhe në mendime, te pjesa gjymtyrëve domethënë nuk të funksionoj shumë. Dhe më them shumë krau i djathtë. Gati sikur merrti nga hiçi, domethënë sikur dikush më nxorri nga vendi. Domethënë më tepër të kanë vjedhur forcën që ke brenda vetes. Me energjinë time ka rregulluar shumë gjëra, Po, të ka vjedhur energjinë, po ka bërë shumë gjëra. Po e shikoj që pjesa e energjisë tek ti, domethënë sikur e ka dorëzuar tokës. Ja ka dorëzuar botës të përtejshme që ti thjesht, domethënë në ajër për gjithçka. Në ajër kam qenë realisht. Po, realisht që ti mos kesh ndikimin dhe mos kesh zgjuarsinë tënde dhe të kuptosh çfarë po ndodh. E vërtetë. Po, ma trego çfarë bëri ose çfarë zemra ime e vetmja gjë që ka bërë ajo me mua është ajo që ti të ka marrë mendjen e kokës dhe realisht unë shikoja vetëm atë si personazh dhe një njeri tjetër. Po, në momente nuk e ndjej vetë vetën, dhe kjo pjesë energjie tek ti është e shkatruar si pjesë. Unë si njeri nuk jam ajo që isha, kupton? Edhe zgjuarsinë nuk e kisha atë që duhet sepse unë shkoja në punë dhe unë harroja gjëra. Po harroja gjërat, po tash me pjesën e energjisë që unë po shikoj tek ti me kristale, ndodhin këto që unë po të them. Po e vërtetë. Po tash mendo ose vajtën 2 minuta dhe them që do marr sinjalin. Çfarë do jetë tek ti? Të vjetë një forcë shumë e brendshme, i forcë e brendshme që mendimi që vjen tek ti do të bëjë të kuptosh se çfarë do bësh në vazhdimsi. Çfarë të erdhi? E ndjeva një vrull kështu dhe e ndjeve vrullin, po pak pirjen te buza e majt, po më tepër tash
ta them unë mendimin. Më thuj. E mendimi tek ti është bashkëshorti jot, Bravo. që ai nuk ekziston më tek ti në mendimet, në shpirt dhe në zemër. Po. E vërtetë është? Po, shumë e vërtetë është, nuk ekziston. Po. Kjo gjë ka bërë të humbur dhe besimin te vetvetja. Po. Dhe sa për i përket, ke dalë jashtë dimensioneve që ti je në pranë të realitetit. Po. Vërtet. Kam dalë jashtë dimensionet e realitetit. Nuk e kam, domethënë çfarë mendoj tani nuk mendoj pastaj. Përveç mendimeve që unë i përpunoj shumë, edhe mbrëm jam përpjekur shumë që të mendoja për diçka dhe nuk të punosh me veten, po sado që ke punu me veten nuk ja ke dalë dot. Po shikoj sepse ti, domethënë, je edhe zverdhën në fytyrë, kjo zverdhja tregon që ti ke punuar shumë me vetveten, nuk e arrit asgjë. Janë më tepër se sa vetvetja. Domethënë, kanë hyrë tek ti punime me energji dhe punime sabotuese tek persone dhe unë e shikoj që tek ti, domethënë, kanë hyrë punime me satanizëm. Po, satanizëm do të thonë që ti ka punuar me energjinë tënde dhe ka bërë gjëra që edhe ekstreme që ti nuk po e duron dot vetveten. Vërtet është. Saqë po flet me mendimet e tua, flet me mendimet e tua ti. Jo, po aprovoj gjithçka që unë atë që kam ndier ose atë që kam në të vërtetë. Domethënë jam unë edhe si jam unë. Po normalisht. A kupton, ka momente që unë mendoj shumë mirë gjën, ka momente pastaj që sikur mikën ai mendim, sikur nuk e kujtoj dot më, sikur nuk e bëj dot. Janë ca gjëra që nuk i shpjegoj dot. Dhe dua shumë që ta rigjej veten. Takimat e forcës me vetes. Në kjo pjesa e rigjimit të vetvetes, unë do bëj 3 seanca të fuqishme tek ti. Një lloj seance është sepse unë domethënë do futet energjia që ti nuk e ke, që tu ka larguar dhe me sa po thua që personi tjetër jashtë gjithçkaje ta ka vjedh atë lloj energjie dhe ka punuar me energjinë tënde, domethënë me element të fuqishëm, kjo do jetë që do preket personi në mënyrën si është punuar tek ti, do i kthehet punimi i saj, po normal. Dhe te pjesa tek ti që të ka çuar në astral në shumë pjesë dhe ti e shikon veten tënde në shumë forma të ndryshme që dhe frigohesh dhe bën pyetje vetvetes dhe merresh me menaxhimin e trurit dhe po veti ajo që ti e kontrollon dhe thua që jo nuk jam unë mirë dhe nuk pse po e bëj këtë lloj menaxhimi. Po. Dhe më tepër është pjesa tek ti që me partnerin tënd e ke më të vështirë. Shumë të vështirë kam. Shumë, madje përveç partnerit kam edhe problematikën e çunit. Me çunin kam gati 4 muaj që nuk po flas. Po, dhe gjithë kjo rrjedh është prej personit në fjalë që ti pikërisht dora e saj, domethënë çfarë ka bërë ajo te unë, çdo gjë më ka ikur nga dora, çdo gjë është shkatruar, çdo gjë është e larguar. Nuk di ta them fillin, nuk po e gjej dot fillin, nuk po kap dot veten. Ju jeni psikologe, ë? Po, je psikologe. Mbaruar për psikologji e edukimi, aktualisht punoj tek komisioni i pacientëve që dorëzojnë dokumenta. Okej. Që janë me problematika. Po, me problematika dhe po, unë e shikoj që ti po e shikoj, domethënë e shikon në shumë forma pjesën e hipnozës, e shikon në shumë forma pjesën e energjisë. Po tek ti tham dhe folëm që do ndërhyjmë në shumë seanca. Them që tash ke marrë një lloj energjie dhe ti po ndryshon dhe po kthjellohesh në mendime. A je kthjellën në këto minuta, në këto sekonda të vërtetën, domethënë ka momente që ndiem shumë e kthjellë dhe afërt me ty. Edhe ka momente që nuk jam prap ajo që isha. Po normalisht se tash në pak minuta kemi, po sinqerisht. Më është mbi komplet kjo pjesa kështu, nuk e di. Po normalisht do hym te pjesa e gjithçkaje, domethënë, dhe më shikoj edhe që në shumë kohë ke dhe paranoja. Po. Ke dhe paranoja. Është e vërtetë që ti gjithë paranojat i kam nga mendimet që kam për atë. Po normal. Domethënë për gjithçka që ka bërë ajo dhe çfarë është aftë të bëj ajo. A kupton? Po, sepse ti mendon që mirë, domethënë faza aktuale që jam në këtë kohë, po çfarë do më ndodhi më tej? Bravo. Tashi, kjo pjesë do merremi me gjëra, domethënë që sa për i përket ezoterizmit dhe te pjesa tjetër tek ti do merremi vetëm me pjesën e energjisë, të rikthejmë energjinë tek ti. Çdo gjë paranoj që do jetë, nuk do jetë më tek ti dhe të gjesh vetveten, të sharosh vetveten dhe të rikamesh pjesën tënde të humbur. Kjo sepse kjo është domethënë më e domosdoshme tek ju.
do të thënë tash vetëm sa hyra atë me pjesë energjie dhe me pjesë telepati, me vizion, me intuit, që pam analizën tek ti, po vazhdojmë seanca të tjera në vazhdimsi. Kjo do jetë, do të thënë, performanca më e mirë për ju. Inshallah, shpresoj shumë. Po normalisht do lejmë takimet në vazhdimsi për seancat e tjera.